Intervistë pas intervistë arritëm kështu dhe në përfundim të kësaj epizode të radhës të Në Zoom, duke uruar e shpresuar që përveç informimit, sa do pak edhe jeni argëtu me materialet që për këtë javë stafi Në Zoom i ka pregadit ekskluzivisht për ju. E dërit premtën tjetër ju mund të shionit Çka ka tre. Nga unë Albina Zenele, tung tung. Dentisti familjes zgjedhja ime. Kjo javë u karakterizua me shumë publikime të projekteve të reja. E nisi me natën nga ty tanë këngjo që bën pjesë në albumin Aura, i cili përmban gjithsej 10 këngë, e që gjatë kësaj javë janë publikuar shumë prej tyre. Via melodike, natën është realizuar nga vetë artisti duke reflektuar qartë stilin dhe identitetin e tij muzikor. Ndërsa producimin bën firmën e Dedo Locos. Sevdali bëri bashkë Hekuran Krasniqi dhe Vani Gjuzi, muzika dhe orkestrimin u realizuan nga vetë Hekurani, i cili është dhe producent i kësaj prurje të re, ndërsa tekstin e shkroi Muma. Tarabuka, Madrid Beli, Madrid Beli, Madrid Beli. Me bashkëpunim veror erdhe dhe Teuta Selimja, Ju muzika dridhim venin, bashk me qika dridhim venin. E sollën Tarabuka me tekst dhe muzik nga Valon Biba. Për orkestrimin e Tarabuka për kujdes Gans Studio, kurse ana vizuale u realizua me mjeshtri nga Times Pictures. Art Rushiti gjatë kësaj jave publikoi Moje Mira me tekst nga vetë ai, i cili bëri dhe melodin. Producenti këtij krijimi është Gëzim Lazri. Ana vizuale u punua nga Dardan Visuals. Emrin e tij ja kemi parë gjithandej, edhe këngët ja kemi dëgjuar po ashtu. Bëhet fjalë për Emra Bra, i cili erdhi me Japi, muzikën e së cilës e ka bërë vetë ai duke shkruar dhe tekstin bashkë me Dara. Për miksimin dhe masterizimin i përkujdes Frense, kurse ana vizuale si zakonisht u punua nga regjisorja Claudia nga Full Moon Production. Nuk më vjen ëndra jo, e zëri yt më nuk më ndjet. T'kom harru, thot Kesi Tola në këngën e re, e cila u shoqërua edhe me videoklip. Producent është Fatjon Miftari, që bëri dhe bitin e muzikën bashkë me Lira Blokaj. Më mungon, emrin tim prej teje ta dëgjoj. Më mungon, Kjo e fundit u kujdes për shkrimin e tekstit. s'më mungon, nuk po muj Johan Bejerholm ka realizuar masterizimin e T'kam harru. Del me shok se mu s'm ke, haro me Ronela
ajo ati ka vendosur të jetë goxha aktive këtë sezon. Pas sukseseve me duetet që plasoi, ajo gjatë kësaj jave erdhi me një projekt solo që mban titullin Hana. Tekstin e kësaj prurje të re ka shkruar vetë ajo që bëri dhe melodin me Jeri Skaso. Kjo e fundit u përkujdes dhe për muzikën, tek zona vizuale si zakonisht u realizua nga regjisorja Claudia dhe Full Moon Production. Gëzimin e shpresën tek ti I gjeta. Të dua, thot Albina Kelmenti në këngën e re, muzikën e së cilës e ka bërë vetë ajo, kurse për shkrimin e tekstit u përkujdes bashkëshortja Albinës Valon Vataj. Shpresën tek ti I gjeta, edhe kur jam Orkestrimin e realizoi Duo Bass Records, kurse ana vizuale u punua nga Back Production. tek ti I gjeta. Të dua se jeti vet jeta. Pam të këshyre, ti jetën tone, e ti këshyre vetë. E një emër që pa dyshim po krijon lajm është Egli. Pas zhurmës që bëri me konfliktin me Fifin, ajo rikthye në qendër të vëmendjes këtë herë për aspektin profesional. Nuk do të kurqysh punë e ti me qma. Nata, pa ti nuk kalon. Tako po vjen në duet dhe artisti që do t'i bashkoj forcat me të është Sergio. E sipas përshkrimit në këtë video projekti shumë pritur do të tillot Baby. Unë dua pete, apete, apete. Ky emision mundësohet nga